Përshëndetje miq, uroj të jeni mirë dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Për ju që më dëgjoni për herë të parë, unë jam Andalina nga Sofra ime dhe çdo ditë ndaj me ju receta të cilat i përgatis për familjen time. Janë receta të thjeshta, të shpejta, plot shije, të cilat mund t'i përgatisni mjaft lehtë në kuzhinën tuaj. Kështu është edhe receta sot, është e përshtatshme për çdo vakt dhe mund t'i merrni me vete kudo. Fillojmë pa humbur kohë nga përgatitja. Në një enë dështojmë një vezë, 150 ml qumësht, një lugë gjelle maja, pak sheqer i cili ndihmon të aktivizoj majan dhe masën e përziejmë shumë mirë. Do vazhdojmë duke shtuar masën e miellit rreth 350 deri në 400 gram. Mund ta shtoni pak e nga pak duke e parë masën me sy. Shtojmë dhe pak krip dhe e punojmë brumin me dorë. Nëse nevojitet miell shtesë, mund ta shtoni atë derisa të na formohet një brum i butë, por jo ngjitës. Pra nuk duhet të na ngjisë në duar. E lëm të pushojë për rreth 35-40 minuta sa të dyfishohet masa. Në tavolinën e punës dështojmë pak miell ose nisë shtesë, si ta keni ju më të thjeshtë, dhe me ndihmën e pecit ose oklahis, sido që ta quani, do ta hapim në formën e një pete të hollë, as të hollë as të trash, afërsisht siç bëjmë petat e picës, pak më të hollë. E hapim të gjithë masën. Dua t'ju kujtoj se nëse jeni i ri në kanalin tim, ju ftoj t'i hidhni një sy recetave të mia. Nëse ato ju pëlqejnë, mos dilni pa bërë subscribe dhe pa shtypur butonin e zilës. Kështu do njoftoheni për çdo recetë të re të postuar. Pasi e kemi hapur në masën e një pete të hollë, do ta presim në këtë mënyrë që shihni në video në trekëndça. Do vazhdojmë kështu me të gjithë petën që kemi hapur. Më pas do vendosim djath në cilin do trekëndësh, do t'i mbyllim pak kështu si tregohet në video dhe do t'i mbledhim. Janë shumë të thjeshtë në përgatitje. Do vazhdojmë kështu derisa të mbarojmë të gjitha pjesëzat e masës që përgatitëm. I shtypim pak kështu si shihni në mënyrë që të mos dalë masa gjatë skuqjes. Pasi i kemi përfunduar, i vendosim në një enë me një letër pjekje poshtë në mënyrë që të mos ngjisin dhe i lëm të pushojnë për rreth 10-15 minuta dhe më pas i skuqim në vaj të bollshëm dhe në temperaturë të ulët, duke i kthyer her pas here në mënyrë që të mos mbesin pa skuqur në mes. Mos keni frikë pasi nuk përthithin as pak vaj. Nuk dua të haroj pa ju thënë se është kënaqësi për mua të mësoj se nga cili vend i Shqipërisë apo i botës më ndihni. Mund ta shkruani atë në koment nëse keni dëshirë. Siç e shihni, i keni gati, menjëherë sapo t'i hiqni do ju duken krokant, po për pak minuta do zbuten dhe do jenë pambuk të butë. Ju sugjeroj t'i provoni dhe t'i shijoni. Janë një ide mjaft e mirë për t'u marrë me vete në plazh, meqense jemi në sezonin e verës. Si ju duk si recetë, pres përshtypjen tuaj në koment. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj dhe bashkë do të dëgjohemi në recetën e radhës.